Përshëndetje ndjekës të podcastit Diaspora Reality Show. Kënaqësi t'ju takoj dhe mezi kam pritur në fakt, por kësaj here do vi me një intervistë shumë interesante. E kam fjalën për një eksperte shumë të njohur për çështjet e migracionit. Ajo është Alketa Kola dhe e kam të ftuar sot jo vetëm si profesioniste, ku do sjell informacione të shumta, do na sqarojë në lidhje me të gjitha pyetjet që emigrantët shqiptar në UK kanë patur dhe vazhdojnë të kenë për sa i përket ndryshimeve të fundit nga home office, debateve të fundit për sa i përket heqjes së leje qëndrimit. Këto, por jo vetëm, sot do të flasim në këtë intervistë edhe për çështje jetësore. Alketa do ndaj me ne edhe eksperiencën e saj si pjesë e diasporës shqiptare në UK, si një profesioniste besoj shumë e arrirë në fushën e saj. Është shumë e hapur për të ndihmuar komunitetin e shqiptarëve, ndryshe nga shumë të tjerë ndoshta që kërkojnë pagesa të shumta dhe kushtëzojnë komunikimet me shqiptarët. Ndonjëherë një informacion është kaq i rëndësishëm, një informacion për shqiptarët që mund të jepet edhe në mënyrë vullnetare, siç Alketa e ka ofruar shumë herë gjatë punës së saj dhe ne vlerësojmë shumë. E falenderoj gjithashtu që ka pranuar dhe ftesën për t'ju bashkuar podcastit sot. Alketa, mirë se erdhe. Linda, faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që i bashkangjitem podcastit tuaj. E vlerësoj ftesën. Gjithashtu jam e lumtur dhe uroj që të japim kontributin ton për shqiptarët që jetojnë në Britaninë e Madhe dhe siç e thatë dhe ju më përpara, urojmë që informacioni që do t'japim, ndoshta informacioni i dëgjuar ose informacion i ri, të jetë i vyer për shumë shqiptarë të cilët janë në proces aplikimi apo në proces azili ose çdo lloj proces imigracioni që mund të jenë për momentin. E kuptoj. Faleminderit shumë, vërtet e vlerësojmë faktin që ju bashkove podcastit, por Alketa kemi shumë për të folur sot bashk, jo vetëm profesionalisht, por do ndajmë pak edhe nga eksperiencat jetësore, sepse neve jemi pjesë e diasporës shqiptare në UK. Nuk e di sa vite të kemi në UK, si ka qenë rrugtimi jot drejt këtij vendi, Alketa, se je larguar nga Shqipëria, pyetja që të gjithëve na mundon. Atëherë, unë kam familjen time këtu tashmë të re, që kam krijuar. Kam ardhur ka mbi 12 vite që jam në Britaninë e Madhe. Kam investuar shumë në aspektin profesional dhe familjar gjithashtu. Unë jam krenare për çdo që kam arritur deri tani, sigurisht me suportin e bashortit dhe vajzës time. Gjithashtu jam munduar që të investoj në arsimimin tim, në rritjen time profesionale, që të cilën dua këshilloj shumë dhe klientëve të mi, të cilët hasen në vështirësi, ndoshta ndihen pak të humbur, nuk din të gjejnë ato drejtimin në momentet e fillimit, vitet e para kur vinë, dhe gjithmonë është këshilla ime përtej anës profesionale të cilët kam me ta, është më shumë ana humane, të cilët u them gjithmonë që të investojnë në arsimimin e tyre, të investojnë në veten e tyre, në familjet e tyre. Absolutisht aspekti ligjor i imigracionit dhe rregullimi i statusit ligjor në Britaninë e Madhe është një ndër aspektet më kryesore të cilat unë asistoj klientët e mi, por investimi në familjet tuaja, në rritjen profesionale, ju ndihmon që të rriteni, të akomodoheni me jetën dhe të integroheni sa më shumë në jetën në Britaninë e Madhe, dhe unë njoh shumë familje të cilat janë mirë integruar në shoqërinë tonë këtu, kanë arritje nga më të mëdhaja, dhe unë jam shumë krenare që nëpër media, kolegë tanë, familjar tanë kanë arritje që na bëjnë krenar dhe që t'jemi dhe krenar dhe themi që po, unë jam shqiptare dhe kam arritur këtë gjë, kështu që dua të dëgjoj sa më shumë histori të tilla. Absolutisht, edhe unë jam shumë e lumtur për gjithë këtë mesazh që po ndan, sepse është shumë i rëndësishëm. Edhe unë jam një profesioniste në kërkim të karrierës këtu në Londër, por edhe pse më është dashur të investojmë shumë tek ana karrierës, sepse të kërkon investim në kohë, edhe ndoshta edhe nga ana monetare paksa, dhe të largon pak nga ajo ambicia për të bërë lek, siç ndoshta shumë nga ne e kemi të domosdoshme dhe atë pjesë, por sidoqoftë aspekti profesional është një investim shumë i rëndësishëm që të garanton të ardhmen nesër. Kështu që unë mendoj që investimi në veten dhe profesionalet nuk është kur një investim i humbur.
Absolutisht që jo. Pavarësisht të thonë, po çfarë nuk është e vështirë për gjetur punë profesionalisht për të integruar profesionalisht në një vend huaj, mendoj që nuk është e pamundur. Absolutisht, nëse nuk e ke provuar nuk mund ta dish asnjëherë. Asgjë nuk është e pamundur e vërtet. Absolutisht. Tani të fillojmë pak me pyetjen e parë për këtë intervistë, sepse dua që të informoj shtarët e diasporës për pyetje të shumta dhe debati më i nxehtë që ka qenë edhe në Parlamentin Britanik, po flitet për shtyrjen e lesë së qëndrimit deri në 10 vjet dhe Farage pasi të vinë në pushtet, po flitet që do ta heq fare leje qëndrimin jo vetëm për ata emigrantë të cilët janë të ligjshëm, të paligjshëm, por edhe për ata që janë të ligjshëm. Në fakt, domethënë ka debate të shumta rreth kësaj. E besoni këtë? Si mund të ndodhë? Na jep një sqarim juridik të kësaj situate. Patjetër, kjo është një pyetje shumë e vendë në situatën të cilën ndodhemi, pa dashur të te zgjate më shumë në aspektin politik, Mhm. pavarësisht se është ndërlidhur me pjesën e imigracionit, për cilën po flasim, dua vetëm që diaspora shqiptare, siç e informuan dhe ju, të jetë e mirë informuar për këto ndryshime. Këto nuk janë ndryshime ligjore, këto janë thjesht propozime, të Mhm. cilët janë po vijën në diskutim. Në momentin që po flasim, sot unë pres që të merret vendimi për sa i përket këtij diskutimi disa ditërësh në parlament. Mhm. I kam ndjekur shumë afër diskutimet, kam dëgjuar dhe kritikat e këtyre propozimeve, të cilët janë bërë kohët e fundit, efekte të cilat kanë në shumë familje dhe jo vetëm shqiptare. Okay? Pra është në tërësi, heqja ose propozimet për heqjen e statusit të përhershëm, siç e that dhe ju, është shumë i pazakon, është i pazakon mbi normat ligjore. Gjithashtu duhet të theksojmë faktin që ligji nuk ka një fuqi prapavepruese, çka do të thotë që nëse një person ka indefinite leave to remain, pra leje qëndrimi të përhershme në Britaninë e Madhe, do të duhen shumë mekanizma për të hequr këtë leje qëndrimi dhe për të dhënë opsione të tjera ligjore. Mhm. Duke ndjekur, nuk e di, mendoj që shqiptarët, sepse është një temë shumë hot topic për momentin, nëse ndjek edhe argumentat që MPs kanë dhënë kohët e fundit në ditët e fundit në parlament, kjo gjë do të kishte një qoftë edhe zgjatja nga 5 year në 10 year rule për lejen e qëndrimit të përhershme, pra nga 5 vite zgjatja në 10 vite, kjo gjë krijon shumë pasiguri. Kjo krijon pasiguri dhe në shumë sektor publik, siç është NHS-i, që shumë punonjës të NHS-it janë punonjës të cilët kanë skill worker visa. Mhm. Okay? Pra viza pune. Nëse një aplikant që vjen me vizë pune dhe nuk i jepet siguria ose nuk i jepet qëllimi që pas 5 vitesh të jepet leje qëndrimi e përhershme, kjo gjë krijon shumë pasiguri, absolutisht edhe financial strains që i krijon shumë ngërçe. Unë çfarë konkluzioni doja që njerëzit ishin të informuar për sa i përket këtyre propozimeve, doja të ishin të mirë informuar që janë thjesht propozime, po mund të vihen në fuqi nëse miratohen. Për momentin që po flasin, nuk janë ligj akoma. Që do të thotë, janë thjesht propozime, po diskutohen. Dhe nëse do ketë diçka më konkrete, absolutisht, unë klientët e mi zakonisht i mbaj shumë të update për ndryshimet të cilat mund të ndikojnë në çështjen e tyre. Dhe nëse ka një ndryshim, gjithmonë do të updatet, do të përditësohet në home office guidance dhe do të jetë shumë e hapur dhe për publikun. Pra, si përfundim në momentin që flasim, këto lloj propozimesh duhet të kalojë një proces shumë më të gjatë nëpërmjet parlamentit, një proces shumë të gjatë duke mbrojtur dhe traktatet të drejtat e njeriut, so Article 8 Human Rights, Konventën Evropiane të drejtave të njeriut, dhe në shumë raste këto lloj çështje mund të shkojnë dhe në apel, pra dhe duhet të përballen dhe me gjykatat. Kështu që nuk është një proces i lehtë miratimi. Për sa i përket gjykatave, sepse kam një informacion dhe ma verifikon nëse është i saktë apo jo, se me çfarë kam lexuar dhe kam bërë disa kërkime,
Gjykata e lartë në Londër do të shqyrtojë në themel të gjitha kërkesat e atyre emigrantëve që i është refuzuar në shtetësia britanike për shkak se ata kanë hyrë ilegalisht në UK. Dhe kjo është edhe një shpresë për shqiptare që ndoshta mund të rrëzohet vendimi home office dhe ata mund të kenë shpresën shumë prej tyre ndoshta për të marrë pasaportën britanike. Si Patjetër. qëndron kjo? Patjetër, ky është një informacion i saktë. Në fakt, ju të gjitha kërkesat për ose aplikimet të cilat janë refuzuar do të merren në shqyrtim. Janë dy firma më të mëdha ligjore në Britaninë e Madhe, të cilat i kanë apeluar aplikimet të disa aplikantëve, të cilat janë refuzuar, Mhm. dhe që kanë dërguar në Upper Tribunal, në gjykatën e lartë, Mhm. e cila shpresoj në qershor, besoj që do të mundet të kanë final hearing, Po, me përshtem. që mund të japin vendimin përfundimtar, pra gjyqtarët do të shqyrtojnë të gjitha aspektet, rrethanat, në të cilat unë do të ndalem pak më gjatë te kjo pjesa, por për sa i përket çështjes, gjyqtarët do të marrin një vendim për sa i përket këtyre çështjeve. Nga aspekti ligjor, kjo do të ishte shumë pozitive nëse gjykata do t'i aprovonte këto, pra do të hidhte poshtë refuzimet e home office dhe do të i lejonte apelimet, që do të thotë do t'u jepte aplikantëve shtetësinë britanike. Kjo Po. do ishte një hapësirë ligjore shumë pozitive për shumë aplikantë të rinj të cilët synojnë të bëjnë aplikime të tilla. Mhm. Pra do të ishte, sepse në Britaninë e Madhe, mendoj që shumica nga ne e dinë që është common law, që do të thotë vendimi i gjykatës është ligj. Pra në momentin që gjykata do të jap një lajm pozitiv në qershor të këtij viti, atëherë shumë avokat, profesionistë mund të përdorin këto si referenca ligjore për të bazuar në çdo lloj aplikime të reja që që ne mund të bëjmë për aplikantët e rinj. Gjithashtu unë kur e kam darë këtë lajmin në TikTok ka pasur shumë reagime dhe ka pasur pyetje të shumta dhe kur më bëjnë dhe shumë pyetje juridike, jam pak skeptike tek vetja ime sepse nuk e ndjej veten në kompetencat ligjore të hyj në atë fushë, unë jam thjesht gazetare. Kë përfshin kjo skema e rishqyrtimit të këtyre kërkesave? Është për gjithë apo posaçërisht vetëm për disa raste specifike? Okej. Kjo është një temë tjetër, për sa i përket çështjes së azilit, Mhm. nuk është e ndërlidhur me temën që folëm më përpara. Po. Çështjet e azilit janë çështje të cilat unë i kam në përditshmëri, azilantët që kanë kërkuar azil dhe duhet të kemi parasysh që në momentin që një person kërkon azil, pra kërkon mbrojtjen e shtetit britanik Mhm. për arsye të frikës të cilët ato kanë për të rikthyer, për të kthyer në vendin e tyre të lindjes. Mhm. Kjo frikë duhet të jetë një frikë me baza, pra në momentin që aplikanti kërkon azil në Britaninë e Madhe, duhet të ketë baza shumë të forta ose arsye shumë të forta të cilat çojnë në aplikantin dhe në azilin që të aprovohet. Pra, thjesht fakti, ndoshta një fjali apo vetëm një statement që mund të jap aplikanti, fatkeqësisht nuk është i mjaftueshëm për azilin për t'u aprovuar. Pra, në momentin që profesionistët përgatisin çështjet e azilit, është një sër dokumentacioni, evidence që bashkangjitet bashkë me aplikimin. Gjithashtu dua që shqiptarët kenë shumë dhe çdo lloj shtetësie gjithashtu duhet kenë shumë parasysh që rrethanat e një aplikanti apo azilanti janë shumë të ndryshme nga rrethanat e dikujt tjetër. Pra, nëse një aplikant, kam shumë klientë që janë shumë konfuzion sepse mendojnë që çështja e tyre është shumë e ngjashme me çështjen e një të afërmit të tyre, por fatkeqësisht rezultati është komplet i ndryshëm dhe kontradiktor. Çka do të thotë kjo? Kjo duke futur dhe pjesën e diskriminimit. Kjo nuk ka të bëjë me ty si aplikant. Kjo ka të bëjë me sa të forta i ke rrethanat dhe kërkesat që ti po kërkon, sa i fort është statement që ti ke dhënë, Mhm. dhe sa të bazuara në evidencë janë këto kërkesa. Pra, nëse një aplikant
e ka shumë të vështirë që të bashkangjisë të gjithë historinë e tij me evidenca, me materiale të mirë përgatitura, me supporting evidence që duhet të bashkangjitet, me country report që bashkangjitet dhe nga avokatët, pra një dosje e mirë përgatitur. Atëherë, në momentin që një dosje është e përgatitur në mënyrë profesionale, shanset janë shumë më të mëdha. Gjithmonë e vetmja këshill që do t'i jepja klientëve të mi dhe shqiptarëve në përgjithësi është që ju lutem mos krahasoni çështjet, pra si rrethana, circumstances të një çështje janë shumë, variojnë shumë. Rrethanat e jashtëzakonshme janë të ndryshme. Një familje mund të ketë fëmijë, një familje nuk ka fëmijë, gjë që e dërgon çështjen e azilit në një komplet different në një drejtim komplet ndryshe. Kështu që rrethanat janë shumë kryesore për sa i përket çështjes së azilit. Shumë e vërtet dhe faleminderit për këtë sqarim Alketa, po dua të të pyes pak edhe për situatën e emigrantëve që janë aktualisht në UK pa dokumenta, jetojnë në të zezë. Sa kemi? A kemi një statistikë? Çfarë shpresash kanë këta shqiptar për të pajisur me dokumente leje qëndrimi? Duke parë edhe ndryshimet e fundit nga Home Office dhe vërtet ftohtësinë e qeverisë britanike ndaj emigrantëve. Patjetër. Kjo është një pyetje shumë e vendë. Po, në Britaninë e Madhe ka njerëz të cilët po mundohen, ose aplikantë të cilët po mundohen të rregullojnë statusin e tyre ligjor në Britaninë e Madhe. Për sa i përket një numër të saktë nuk kam, por mund të them që numri është i konsiderueshëm aplikantë të ri të cilët mundojnë të paktën tek zyra ime ligjore, mundojnë që të diskutojmë rrethanat e tyre, çfarë faktesh të çështjes kanë, çfarë backgroundi kanë, çfarë aplikimesh kanë bërë në të shkuarën, nëse kanë kërkuar azil apo jo, nëse rrethanat u kanë ndryshuar që ato mund të plotësojnë kriteret për një aplikim tjetër të më vonshëm bazuar në të drejtave të njeriut, dhe mundohemi të gjejmë hapësirat ligjore për të rregulluar statusin e tyre dhe për të vazhduar një leje qëndrimi e cila mund të dërgojë dhe në të drejtë të përhershme qëndrimi. Patjetër ka hapësira ligjore të cilat ato duhet t'i ndjekin. Sugjerimi im më i madh do të ishte që e para të flasin me një avokat. Pra, kur kërkohet ndihma ligjore, është ndihma më korrekte që mund të kërkohet në momentin që shqiptarët mund të hasin në situata të tilla. Pra, kërkimi i një informacioni të saktë është kyç, është shumë i rëndësishëm për këtë lloj procesesh, për të diskutuar të gjitha rrethanat dhe të gjitha hapësirat ligjore të cilat ato mund të kualifikohen dhe mund të marrin, qoftë edhe e gjithë familja mund të marrë leje qëndrimi, sigurisht me një drejtim profesional të një avokati. Dhe ky është problemi që shqiptarët nuk referohen shumë informacioneve zyrtare dhe kjo është një pengesë mendoj për diasporën shqiptare dhe për integrimin e saj në UK. Kjo është një thirrje që te po e bën vazhdimisht, është shumë e rëndësishme. Në fakt pavarësisht Alketa edhe një pengesë tjetër mund të jenë edhe nuk kanë mundësi për të përballuar pagesat juridike në këtë raste. Kjo është gjë shumë e vendë. Unë jam shumë kontshente që fit ose tarifat e home office-it ndër vite nga eksperjenca ime ndërvjeçare janë rritur. Çka do të thotë që kjo për aplikant që bëjnë aplikimin për vizë është rritur për të mos thënë që është dyfishuar Immigration Health Surcharge. Çka do të thotë që vendos një presion shumë të madh nga ana financiare për shumë familje që ndoshta dhe me shumë gjasa nuk kanë as të drejtën e punës në Britaninë e Madhe dhe duhet të paguajnë fit për disa aplikantë, le të themi, nëse një familje 4 veta do të bëjë një aplikim ose një extension, pra një zgjatje e vazhdoshmërisë së lejes së qëndrimit, tarifat janë në një shumë të konsiderueshme. Unë jo pa qëllim e hasa pjesën e diskutimit me një avokat. Në momentin që diskutojnë rrethanat, qoftë edhe financiare të aplikantëve, një nga opsionet që mund të bëhet, dhe uroj që kjo të jetë e vlefshme për shumë aplikantë, nëse plotësojnë kriteret, shumë aplikantë kanë të drejtën që të bëjnë një aplikim për fee waiver, që do të thotë që nëse plotësojnë
kërkesat e home office pra requirements për këtë lloj aplikimi, pra nuk kanë të ardhura, nuk kanë mjete financiare të mjaftueshme, nuk kanë suport financiar nga askush dhe nuk janë në pamundësi financiare për të paguar fije e home office-it, atëherë ato kanë të drejtë për të bërë një aplikim fee waiver, e cila në momentin që aplikimi aprovohet, vlet për të theksuar që ky lloj aplikimi është falas, pra nuk ka një fi për këtë lloj aplikimi dhe në momentin që ky aplikim aprovohet, atëherë aplikanti mund të aplikojë aplikimin të cilin duhet të bëj pa patur nevojë të paguaj fitë e home office-it, pra tarifat e home office-it. Që mendoj që është një ndër zgjedhjet, një ndër opsionet që është shumë e vlefshme dhe shumë klientë të mi zgjedhin këtë rrugë duke ditur situatën e tyre financiare. Vijon akoma trendi i emigracionit ilegal, do më thënë lëvizjet tashmë, edhe pse shqiptarët nuk po kalojnë ndoshta përmes barkave të rrezikshme, po zgjedhin forma të tjera ilegale për të ardhur në UK, si që është përmes kamionëve apo formave të tjera. Por me sa kam informacion unë, tashmë qeveria britanike ka zgjedhur një strategji tjetër për t'i ndaluar dhe për të rënë në pret bandave kriminale që i organizojnë këto lëvizje, duke përdorur kartat SIM të emigrantëve ilegal në kufi. Pra do bllokohen telefonat celular të tyre dhe nuk do ketë më nevojë që ata të mbahen në qendrat e azilit. Do jetë kjo një pengesë akoma më e madhe për ata emigrantë shqiptar që duan të vinë në Mbretërinë e Bashkuar. Është shumë e drejtë. Unë doja thoja këtë gjë që Britania e Madhe synon dhe është interesuar për të marrë aplikant ose njerëz zakonisht të kualifikuar ose njerëz të cilët kërkojnë të punojnë në mënyrë legale në Britaninë e Madhe, të qëndrojnë gjithashtu në mënyrë legale. Pasi e një numri të madh dhe unë nuk flas vetëm për shqiptarët, flas për të gjitha shtetësitë, nuk dua që t'i ndaj vetëm shqiptarët, sepse realiteti është ndryshe. Pra kemi dhe shumë shtetësi të tjera, unë kam shumë klientë të tjerë të cilat vinë në shtetësi të ndryshme që vinë për asistencë ligjore, pra nuk doja që përgjithsoja vetëm kombin ton, por do të thoja që zakonisht Britania e Madhe nuk kërkon kaos, pasja e një numri të madh hyrjesh në mënyrë jo të ligjshme, do të sjellë kaos në shoqëri. Çfarë do thotë që do është pak shumë e vështirë për t'i kontrolluar, shumë e vështirë për t'i ndihmuar, shumë e vështirë për t'i guide, për t'i udhëzuar që të rregullojnë statusin e tyre, ku shumica, siç që kemi diskutuar dhe bashkë, futen në grupet kriminale apo në krimin dashje pa dashje, siç që kemi dëgjuar dhe në media. Unë vetëm diçka do të thoja, masat të tilla gjithmonë janë marrë nga Britania e Madhe. Unë do të thoja vetëm diçka që ne duhet të ndajmë krimin nga komuniteti. Okay? Pra, komuniteti është pjesa më e madhe dhe në këtë rast, nëse flasim për shqiptarët, është pjesa më e madhe, cilët kanë arritje të jashtëzakonshme, kolegë të mi, familjarë të mi, njerëz që ne njohim, njerëz që dëgjojmë në media, të cilët kanë patur arritje të shumë të suksesshme, të jashtëzakonshme, që na kanë bërë shumë krenar. Dhe unë do të them që krimi është një pjesë e vogël që për çdo lloj shtetësie po ekziston fatkeqësisht, dhe policia zakonisht e trajton krimin pa marrë parasysh një origjinë etnike ose homofizi, kështu që nuk besoj që është një lloj mënjanimi i këtyre rasteve. Në përgjithësi, synohet që persona që kanë ardhur absolutisht të mos lejohet hyrja e personave pa patur një status të qëndrueshëm dhe të ligjshëm në Britaninë e Madhe, por sigurisht janë bërë propozime për të marrë masa të tjera. Unë vetëm diçka do doja që të shtoja, që duhet përqendrohemi më shumë në komunitetin dhe vlerat pozitive që komuniteti ynë shqiptar ka dhënë dhe po vazhdon të jep në Britaninë e Madhe. Është shumë e vërtetë, sepse edhe për shkak të ngjarjeve kriminale që kanë ndodhur së fundmi në UK, ka pasur të implikuar edhe nga diaspora fatkeqësisht, por gjithsesi nga komente që unë kam
lexuar në media dhe nga vendasit që jetojnë këtu, janë të shqetësuar se sipas tyre është qeveria britanike ata që i lejon emigracionin ilegal dhe se shqiptarët ose komunitetet të ndryshme të cilët të hyjnë ilegalisht këtu po mbahen me taksat e britanikëve, atyre që punojnë dhe që janë taks pagues të rregullt të këtij shteti. Nga ana tjetër, pra ndërsa qeveria britanike do të ndalojë emigracionin ilegal me çdo kusht, cila është forma ligjore që shqiptarët dhe përfaqësues të komuniteteve tjera mund të vinë në Britani? Sepse mendoj që nuk e kanë të lehtë, është bërë edhe kjo shumë e vështirë. Ka hyrë kriter gjuha angleze që duhet të jetë B2 e lartë me sa di unë. Patjetër. Patjetër. Për sa i përket hyrjes në mënyrë jo të ligjshme në Britaninë e Madhe, kjo është diçka që gjithmonë është luftuar dhe po vazhdon të luftohet për të evituar atë që ka thash më sipër, kaosin. Pra, një numër të lartë azilantësh, ose një numër të lartë personash të cilët nuk kanë leje qëndrimi, punojnë në mënyrë jo të ligjshme. Pra këto janë aspekte të jetës të cilat gjithmonë janë munduar që të luftohen. Po absolutisht Home Office ka rritur kriteret dhe ndoshta edhe në zhvillimet e fundit ka rritur kriteret për sa i përket disa aplikimeve, një ndërto është edhe siç e përmendët dhe ju kriteri anglishtes, që për skill worker visa, për vizat e punës, është rritur nga B1 që ka qenë përpara në B2. Vlen të përmendet që ky lloj kriteri është vetëm për entry clearance application, pra do të thotë vetëm për aplikantët e rinj të cilët vinë nga jashtë dhe vinë në Britaninë e Madhe. Kjo nuk vlen për ato aplikantë të cilët janë në momentin me një vizë pune dhe duan të zgjasin vazhdimsinë e vizës me një skill worker visa apo me një visa tjetër. Pra, kjo vlen të përmendet, pra është vetëm për aplikantët e ri të cilët futen në Britani për herë të parë. E qartë, faleminderit Alketa, të pyes pak edhe për disa nga referuar eksperiencës tënde me klientët. Tani jo vetëm me shqiptarë, por edhe të komuniteteve të tjera, sepse më pëlqen fakti që nuk do t'i ndash, sepse këto janë informacione të dobishme dhe ndonjëherë dhe eksperiencat e komuniteteve të tjera mund të ndihmojnë pozitivisht edhe komunitetin tonë. Në këtë rast do të pyes se cilat janë gabimet më të mëdha që ti sheh çdo ditë që shqiptarët bëjnë kur aplikojnë për viza apo për leje qëndrimi, që të doje, t'ju thoje, t'i shmangin në mënyrë kategorike. Patjetër, kjo është një gjë shumë e rëndësishme që vlen të theksohet. Një ndër rastet kryesore që do të mendoj që nëse një çështje vlerësohet dhe përgatitet nga një avokat, gjasat për të pasur gabime të tilla janë pothuajse zero. Por për aplikantët dhe persona që i bëjnë vetë aplikimet apo ndërmarrin vetë për të bërë një aplikim, për të kërkuar azil e kështu me radhë, duhet të kem parasysh që pra, honesti, duhet të jenë të drejtë dhe të vërtet në gjithë informacionin që japin. Pra, kjo do të thotë që dhënia e një informacioni të gabuar në mënyrë të qëllimshme ose jo të qëllimshme mund të çojë në pasjen e një rezultati negativ të vizës. Gjithashtu, aplikime të ndryshme nga eksperienca ime është edhe aplikime në llojin e gabuar të vizës. Çka do të thotë? Kjo vlen të theksohet që ka aplikantë të cilët ndërmarrin të bëjnë vetë aplikimet dhe në vend që të bëjnë një aplikim për të vazhduar lejen dhe për të mos humbur atë 5-year route, 10-year route, ndërmarrin në mënyrë pa dashje, pa patur ndoshta një urinë ligjore, ndërmarrin një aplikim të gabuar dhe cila mund të rikthejë dhe mund të humbas atë periudhën që kanë fituar deri në ato momente. Kjo gjë është një ndër gabimet që nuk është i pazakontë. Gjithashtu, pasja e dokumentave suportuese është një aspekt shumë kryesor, pra një aplikim vetëm me një mjet identifikimi është një aplikim që nuk të çon askund. Pra një aplikim duhet jetë i mirë suportuar me dokumentat bashkangjitse, bazuar në rrethanat e aplikimit, në rrethanat e aplikantit, dhe duhet jetë i mirë përgatitur. Aplikimet të dobta,
të vakta dhe jo të mirë bazuara në aspekte ligjore dhe në home office guidance, është shumë me rëndësi që të dihet që një avokat e ka të mirë informuar guidance që home office ka, ndërsa një aplikant është më ndryshe dhe jam shumë koshjente që fatkeqësisht shumë bashkëdhetarë tanë marrin informacion nëpërmjet platformave sociale që jo gjithmonë janë të sakta fatkeqësisht. Këto janë disa nga aspektet më kryesore të cilat shqiptarët i humbin në aplikime. Një ndërto mund të jetë edhe mos prezantimi ose mos dhënia e informacionit me idenë që home office e din këtë gjë, sepse unë kur kam ardhur para 10 viteve e dinte këtë gjë. Kjo është një koncept shumë i gabuar, sepse home office duhet të kenë parasysh që nuk bën investigim për aplikantin, por je ti si aplikant, të cilët duhet ja japësh përpara dosjen dhe të gjithë çështjen të mirë informuar. Pra fshehja e informacionit nuk është absolutisht e pranueshme. Të përmendë pak më parë nga eksperienca jote me klientët që ke patur, do të flas pak për mamat, shumë e vështirë, sfiduese, janë pa dokumenta, drejton zyrës tënde për një këshill juridike, por kanë frikë të drejtohen spitalit dhe sigurisht është domosdoshme ndjekja mjekësore në këto raste. Çfarë këshillon? Përse kanë frikë dhe cila është rruga e duhur ligjore në këto raste? Patjetër. Kjo është me shumë rëndësi për shumë familje, nëna në këtë raste, të cilat i përmende, të cilat mund të jenë në proces azili, ose nuk kanë të rregulluar statusin e tyre ligjor këtu, por dëshirojnë dhe i drejtohen avokatit për të marrë një këshill profesionale. Nga eksperienca ime ligjore, ashtu edhe humane, doja të thoja që marrëdhënia avokat-klient është një marrëdhënie të cilat përveç profesionalitetit, në disa raste duhet të jepen dhe këshilla humane, siç janë nëse një nën e cila është shtatzën dhe ka frikë të drejtohet shërbimeve mjekësore, regjistrimit me GP-n apo spitalin, kjo është një këshill humane që çdo kush do ta jepte, pra mos keni frikë që të regjistroheni dhe të merrni shërbimin mjekësor që ju takon, është e drejta juaj. Pavarësisht statusit tuaj në Britaninë e Madhe, pra është e drejtë bazë që ju takon ta merrni, aq më tepër në rrethanat në të cilat ato gjenden. Unë e kuptoj dhe jam me shumë e ndërgjegjshme që statusi ligjor i një personi është një ndër gjërat më kryesore dhe ndoshta më shqetësuese për momentin për aplikantin. Por ju siguroj që ana njerëzore është më e rëndësishme dhe drejtimi tek persona që t'japin informacionin e duhur, nëse një avokat të jep këshill që të regjistrohesh në GP dhe të ndjekësh anën shëndetësore, jam e sigurt që është mjaftueshëm kompetent profesionalisht për të ndjekur çështjen në mënyrë ligjore. Dhe nuk dua që absolutisht klientët e mi apo të gjithë shqiptarët të ndruhen që të marrin këto lloj gjëra bazike, pra siç është sistemi shëndetësor. Një ndër të drejtat të cilat doja ta prekja pak është edhe e drejta për t'u informuar, e cila do të jepja këshill të gjithë shqiptarëve ose shtetësive të tjera. E drejta për t'u informuar është një drejtë shumë e rëndësishme. Kam vënë re një mangësi të theksuar, avokat dhe klient ose klient me home office-in, në çështje apelesh, kur çështja ka shkuar në First Tier Tribunal, pra një mungesë të theksuar të njohurive të aplikantit se ku qëndron çështja, pra në çfarë stadi qëndron çështja. Unë do ju lutesha gjithë shqiptarëve që të marrin informacionin nga avokati i cili ju përfaqëson. Është e drejta juaj, pra avokati nuk po bën asgjë më shumë se sa përgjegjësia e tij profesionale për t'ju informuar rreth çështjes. Absolutisht ndihuni të lirë që të keni një takim me avokatin, që të shpjegoni dhe të jeni të mirë informuar në të gjitha hapat, qoftë të aplikimit, qoftë të azilit, qoftë të apelit, të jeni të mirë informuar dhe për hapin tjetër, çfarë duhet të keni parasysh që
Shumë familje që në momentin që kalojnë në hapin tjetër, ndihen të lënë dhe vinë tek zyra jonë dhe nuk kanë informacionin që u duhet, nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh me çështjen e tyre dhe është për të ardhur keq. Lutem shumë që të merrni informacion, e drejta për të informuar është falas Mhm. dhe absolutisht është një detyrë e avokatit i cili ju përfaqëson që ta dini ku qëndron dhe për më tepër që të merrni dhe një këshill ligjore e cila mund të ndihmojë në përgatitjen e dokumentave në vazhdimsi nëse çështja është në apel, le të themi. Shumë faleminderit. Duhet t'ju pyes pak për sa i përket emigrantëve shqiptar, diasporës shqiptare, kësaj herë të fokusohemi pak te komuniteti jon. A mendon që ata po trajtohen ndryshe në sistemin e emigracionit krahasuar me komunitetet e tjera? Se ti punon ke klient edhe nga komunitetet e tjera, Alkeda, kështu që na jep një përgjigje të sinqertë dhe profesionale, ashtu siç ti e ke Patjetër. pasur nga afër. Patjetër. Ky është një koncept i cili është krijuar gjërësisht, le të themi vitet e fundit më shumë, ku shumë janë të mendimit të cilët mendojnë që shqiptarët po diskriminohen në vendimet që po marrin, ndoshta në diskutimet që kanë familjarët me njëri tjetrin, miqt me njëri tjetrin, kolegët për aprovime ose refuzime të aplikimeve të tyre. Çfarë vlen të theksohet është që në momentin që Home Office merr një vendim, nuk është në varësi të shtetësisë. Vendimi është në varësi të rrethanave të çështjes. Shikojnë nëse ti plotëson të gjitha kriteret për këtë lloj aplikimi, azili apo çfarëdo lloj procesi që t'jeni duke ndjekur. Nga eksperienca ime, mund të them që nëse aplikanti ka një profil shumë të fortë, është një person që punon, ka derdhur taksa në Britaninë e Madhe, është integruar në shoqërinë, mund të ketë familje apo jo, mund të jetë i martuar me një partner që është british, ose jo, bazuar në rrethanat e gjithë secilit, mendoj që diskriminimi nuk ka vend. Ok, e qartë, shumë faleminderit. Dhe një pyetje tjetër, shumë profesionale, fushës. A ka një rregull të ri në sistemin e migracionit aktualisht që flasim, që diaspora nuk e di, nuk e ka marrë vesh, por që duhet shqetësot? Patjetër, zakonisht rregullat ose ligjet Se po ndryshojnë shumë. Kohët e fundit ka pasur shumë. patjetër, patjetër. Dua vetëm të theksoj diçka. Propozimet dhe ligjet janë dy gjëra të ndryshme. Ka patur shumë propozime, po ka patur dhe ligje të reja, por jo aq shumë sa propozime. Pra nuk duhet të konfuzohemi propozimin me ligjin. Po. Propozimet janë diçka që po Edhe mund të hidhen të poshtë. shtrëngohen rregullat për sa i përket marrjes së lejeve të qëndrimit, për sa i përket dhënies së azileve, po ndryshohen procedura, fit dhe kështu me radhë. Por një ndër ndryshimet, sepse shumë nga shqiptarët nuk janë vetëm aplikimet dhe aplikimet për bazuar në drejtat e njerëzit dhe azilet, pavarësisht se janë më kryesore, ka dhe shumë shqiptarë që vinë nga Shqipëria me viza pune, dhe siç e theksova më sipër, vlen theksohet që është ndryshuar, është një ndër ndryshimet më të fundit që është ndryshuar kriteria e anglishtes që është bërë B2 level. Gjithashtu një ndër ndryshimet është për të gjithë studentët që kanë ardhur në Britaninë e Madhe me vizë studenti dhe që mendojnë të zgjasin, le të themi, ose të switch vizën në post-study work visa, okay? Më përpara ka qenë 2 vite, tani e kanë ndryshuar, e kanë bërë 18 muaj. Pra është reduktuar periudha e post-study work visa, është diçka që është me shumë interes për studentat shqiptar të cilët kanë ardhur me vizë studenti. Cili është nga ato aplikimet që ti do të këshilloje shqiptarët që të mos e bëjnë, që të mos hedhin lek, sepse nuk realizohet në këtë rrugë? Patjetër, është me shumë vlerë të theksohet, ka aplikime të cilat janë absolutisht të kushtueshme, por siç e thatë dhe ju, pak më të vështira për të plotësuar kriteret e Home Office-it. Aplikim të pamundur nuk ka, kjo gjë vlen të theksohet dhe gjithmonë ka patur aprovime.
Një ndër aplikimet më të fundit që unë do të thoja përpara se të ndërmerrni këtë rrugë, ka dhe opsione të tjera dhe unë u lutem shumë që të marrin informacionin e duhur, pra në momentin që të marrin një vendim për të ndjekur një rrugë ligjore për të rregulluar ose për të vazhduar me statusin e tyre, të marrin dhe të gjitha opsionet që mund të jenë available për momentin, pra për të vlerësuar se cili është më i përshtatshëm dhe ndoshta rruga dhe pak më e lehtë. Një ndër aplikimet të cilat unë e mendoj pak më të vështira, por siç e thash jo të pamundur, është self-sponsorship visa. Okay. Kjo është një vizë e cila zakonisht është për të gjithë aplikantët që duan të hapin biznesin e tyre në Britaninë e Madhe. Ndoshta kjo në një farë mënyre ka zëvendësuar ose është munduar, është një rrugë, pra është një rregull rrutë e re, e cila ka munduar të zëvendësojë sponsor license visa, që do të thotë një aplikant i cili mund të jetë me çdo lloj vize, dëshiron që të kthej vizën të switch vizën në vizë pune, atëherë mund të hap biznesin e tij, mund të bëjë një aplikim për self sponsorship visa, absolutisht duke plotësuar të gjitha kriteret dhe në momentet që i jepet viza mund të sponsorizoj veten si i punësuar në kompaninë e tij dhe duke kaluar në një vizë pune. Ky është një proces pak i gjatë, por siç e thash jo i pamundur, por është pak më e vështirë dhe janë kriteret shumë më rigoroze. E kuptoj. Pra, për shqiptarët që ndrojnë për të ardhur këtu përmes vizave të punës, duke kërkuar dhe duke paguar njerëz që kanë kompani këtu, firma të ndryshme, çfarë do këshilloje për ta të merren? Është e mundur? Unë kur nuk do të rekomandoja një aplikant që vjen me vizë pune, pa patur qëllim vizë pune. Kjo është një diçka që nuk është e papranueshme. Po do të inkurajoja personat të cilat duan të vinë me vizë pune, duhet të gjejnë një genuine sponsor, që është një sponsor, një punëdhënës, le të themi, i cili ka një kompani që ka sponsor license, pra ka të drejtën që të jap një certifikat sponsorshipi aplikantit dhe fare mirë mund të vi, unë kam shumë klientë shqiptar që kanë ardhur me vizë pune dhe mendoj që është një rrugë e drejtë. Do pak më shumë detaje që ta kuptojnë dhe shqiptarë që janë të interesuar për këtë. Patjetër. Nëse një aplikant dëshiron që të vi në këtë rast nga Shqipëria në Britaninë e Madhe dhe të punojë me vizë pune, rruga që mund të ndjekin është ky. Fillimisht duhet të gjejnë një punëdhënës i cili ka një biznes në Britaninë e Madhe, pra ka një kompani. Një ndër kriteret kryesore është që kompania, pra punëdhënësi, duhet të ketë sponsor license. Okay? Sponsor license i mundëson punëdhënësit që të bëjë një aplikim për certifikat sponsorshipi për një aplikant të caktuar. Shumë sa mund të jetë. Patjetër. Aplikimi për sponsor license është një ndër aplikimet më të kushtueshme, por aplikimi për certificate of sponsorship është pak më i menaxhueshëm, nuk është aq i kushtueshëm, kështu që mendoj që është diçka që është një rrugë për të gjithë ato persona që dëshirojnë të vinë me vizë pune, është një rrugë e drejtë dhe shumë aplikantë edhe klientë të mi e kanë zgjedhur këtë rrugën. Duhet vetëm theksoj që në momentin që aplikanti ka certifikatën e sponsorshipit, duhet të plotësohet gjithashtu aspekti financiar, nëse sponsorshipi nuk e ka certifikuar maintenance ose mbarvajtjen muajin e parë të financave të aplikantit dhe kriteri anglishtes. Skill Worker Visa është një aplikim, ne i them, Home Office e ka konsideruar si point-based visa, pra aplikim bazuar në pikë. Pra nuk është një aplikim që futen në exceptional circumstances, rrethanat e aplikantit, pra është një aplikim që çdo kriter, anglishtja, certifikata e sponsorshipit, maintenance, ka pikët e veta dhe duhet të plotësohen. Në momentin që plotësohen të gjitha pikët, aplikimi jepet. Është një aplikim shumë straightforward, kështu që nëse një person ka dëshirën për të ndjekur
Të lloj rruge, Kjo është dhe rruga ligjore që të e vi në tonë Mbretërinë e Bashkuar. rruga ligjore për të ndjekur, absolutisht. Shumë interesant. Pra ka forma, ka rrugë ligjore, thjesht do Patjetër, të informohen sepse nuk janë procedura të patjetër, lehta për të kuptuar. Për dikë për shkak që nuk e ka idenë fare, një herë duhet të informohet dhe të kuptojë si funksionon procedura, patjetër. sa kushton, sa e besueshme dhe e sigurt është, të gjejnë personin e licencuar që e bën këtë gjë. Do të pyes pak, është një pyetje shumë sensitive kjo, Alketa, por referuar dhe eksperiencës tënde tash prej kaq vitesh. A ke parë familje të shkatruara për shkak të vendimeve të emigracionit? Po, kam parë. Kam Cila parë familje. cila historit ka prekur më shumë dhe pa emra, pa detaje, thjesht na jep pse Uh, më. kam Kam parë familje të cilat janë ndikuar në të gjitha dimensionet e familjes, qoftë aspekti financiar, qoftë familja në tërësi, qoftë fëmijët, zakonisht janë në refuzime të cilat vinë si pasojë e një azili, që është një proces shumë i gjatë, ku do të thotë azilantët kanë vrilaj, kanë dhënë shpresat e tyre për shumë vite të tëra, le të themi 4 vite, për të marrë një aprovim dhe në fund gjenden me refuzimin, i cili i dërgon të gjithë familjen në një pozitë jo të favorshme, në një pozitë shumë të vështirë, ku detyrohen të marrin vendime shumë shumë të vështira. Qëndrimi në Britaninë e Madhe pa leje qëndrimi absolutisht nuk është i lishëm. Gjithashtu kthimi në vendlindje do të krijonte vështirësi dhe Stres. time shumë të mëdhaja, vështirësi jashtëmase për të gjithë familjen, për fëmijë që mund të kenë 4 vite, ndoshta që kanë lindur dhe në Britaninë e Madhe dhe nuk njohin vend tjetër, dhe kthimi në një vend ndryshe nga vendi lindjes së tyre, do të ishte shumë i vështirë dhe reintegrimi përsëri në shoqërinë shqiptare do ta bënte akoma më të vështirë. Po, nga eksperienca ime kam parë, unë e vetmja që do të thoja që në momentin që shqiptarët hasen me një refuzim, do doja t'ju thoja që të mundohen të eksplorojnë të gjitha opsionet që ato mund të kenë në ato momente. Pra, rrethanat, le të themi për 4 vite ndryshojnë tek një familje. Këshilla ime më e madhe ligjore do të ishte që të eksplorojnë të gjitha rrugët të cilat mund të jenë të disponueshme për to dhe të aksesueshme për të rregulluar statusin e tyre në Britaninë e Madhe, nëse kthimi nuk është më një opsion. Vërtet kjo, shumë faleminderit. Po çfarë do këshilloje për nënat emigrante të cilat janë në proces, janë pa vizë, por duan të integrohen këtu me pjesën e dokumentacionit, por edhe të krijojnë stabilitetin familjar. Patjetër, për të gjitha nënat ose familjet, nënat dhe baballarët, fëmijët, të cilët janë në proces pritjeje të vizës, të letrave, të aplikimit, të azilit, të apelit, cila do qoftë rrethana e tyre, unë do t'jepja një mesazh shumë të fortë, të cilët uroj që shumë shqiptarë dhe ndoshta të ndihmoj sadopak. Uroj që shumë shqiptarë, bashkëdhetarët tonë të investojnë në veten e tyre, ndërkohë që ato presin për dokumentacionin. U jap një këshill shumë të fortë që të investojnë në nënat, në arsimimin e tyre, ndoshta qoftë edhe ndjekjen e kurseve të gjuhës për të patur anglishtin në një kriter pak më të lartë se në nivelin të cilit ato mund të jenë, apo për të përmirësuar veten e tyre në mënyrë profesionale, në mënyrë që integrimi në shoqëri të jetë më i lehtë dhe qoftë dhe kontributi që ato mund t'japin, qoftë edhe në fëmijët e tyre të jetë dhe më i madh, ose në arsimimin e fëmijëve dhe në suportimin e fëmijëve në shkolla, nëse kjo është situata. Pra ka gjithmonë opsione dhe hapësira të cilat nëna shqiptare mund të ndjekin, por investimi në veten e tyre nga aspekti profesional dhe familjar gjithashtu, sepse familja është baza,
e shoqërisë tonë dhe është gjëja më kryesore, cilët ato duhet të investojnë, por mendoj që familja dhe ana profesionale duhet të shkojnë bashkarisht, sigurisht me suportin e familjes, për ta dërguar familjen përpara dhe në një stad dhe në një pozicion tjetër. Mendoj që kjo është diçka e vlefshme për të gjithë, qoftë për dikë që ndoshta sot i është refuzuar viza, apo qoftë për dikë që sot ka bërë aplikimin dhe do t'i futet ndoshta një procesi shumë të gjatë pritjeje. Kjo vlen për çdo, pavarësisht rrethanave, investimi në vete është dhe në familjen e gjithë secilit, mendoj që është investimi më i vlefshëm që mund të bëjnë shqiptarët. Absolutisht që po, dhe informimi. Absolutisht. Ndaj po e bëjmë gjithë këtë sot. Alketa, të falenderoj shumë për kohën që gjete për t'ju bashkuar këtij podcasti dhe për gjitha informacionet që ndave sot për komunitetin tonë, për shqiptare që jetojnë në UK konkretisht, që po përballen me sfida të shumta, që kanë pyetje të shumta në lidhje me procedurat e tyre të aplikimit dhe referuar dhe ndryshimeve të fundit nga Home Office për sa i përket ligjeve të emigracionit. Ishte vërtet kënaqësi që zhvilluam një bisedë profesionale dhe pse në distancë. Besoj që do i vlej diasporës. Linda, të falenderoj shumë për ftesën. Jam shumë e lumtur që u bëra pjesë e diasporës shqiptare. Uroj të kem ndihmuar sadopak. Gjithsesi, ndoshta gjëja e fundit që do të thoja shqiptarëve që asgjë nuk është e pamundur, ka gjithmonë hapësirë ligjore, duhet vetëm të informoni dhe nga legal advisors, solicitors, të cilët japin drejtimin e duhur ligjor çështjes tuaj dhe kur mos hezitoni të pyesni për ndryshimet e reja ligjore, rregullat e reja, si mund t'ju ndikojnë dhe si mund të keni progres në qoftë edhe në integrimin tuaj në shoqëri këtu. Absolutisht që po. Shumë faleminderit. Janë këshilla vërtet. Falenderoj dhe ndjekësit e podcastit Diaspora Reality Show që po na ndiqni përmes kësaj lidhje virtuale, përmes kësaj videoje dhe kërkoj nga ju që të komentoni në lidhje me gjithë këtë bisedë, të shkruani të gjitha kërkesat që ju keni për të informuar më shumë në lidhje me procedurat ku ju keni ngecur në fakt. Dhe unë jam shumë e lumtur që të sjell zërat të tjerë dhe intervista të tjera shumë profesionale vetëm për ju. Ju falenderoj shumë dhe mezi pres ju takoj në videot e radhës. Deri atëherë kaloni sa më bukur.